Në orët e para të datës 20 korrik për herë të parë një grup i organizuar i tifozërisë së një skuadre shqiptare u nis në drejtim të një qyteti evropian për të ndjekur një ndeshje për Europa League midis Spartak Trnavës dhe skuadrës së kryeqytetit shqiptar Tiranës. Nisja e tifozëve të Tiranës të grupuar në grupimet e tifozëve Tirana Fanatics është bërë nga ambientet e stadiumit Selman Stërmasi në Tiranë. Udhëtimi ka qenë i organizuar me shpenzime të përballuara nga klubi Tirana, ndërkohë që vetëm një shumë simbolike ishte vendosur për grupin e tifozëve që do të merrte udhën drejt Trnavës së largët. Udhëtimi ka zgjatur jo pak, por janë dashur gati 4 ditë vajtje dhe ardhje për të përshkuar të gjithë rrugën nga Tirana në Malin e Zi, në Serbi, në Hungari, në Slovaki dhe më pas kthimi në të njëjtin itinerar, por me të vetmin ndryshim që nga Serbia nuk e kaluan në Malin e Zi, por në Kosovë. E veçantë ishte fakti që në grupin e tifozëve që ishin nisur drejt Slovakisë nuk kishte dallim moshe, kishte nga të rinj që sapo i kishin kaluar të 18 vjeçët e deri në moshat e tretë, duke përfshirë 60 apo dhe më shumë vjeç. Ndërkohë një numër i madh tifozësh nuk arritën dot të bashkoheshin këtij grupi për shkak të mungesave të dokumentacionit. Dobar dan. Bustu. Në këto momente jemi pikërisht në doganën e Gostunit në kufirin midis Malit të Zi dhe Serbisë. Pikërisht aty ndodhi dhe si themi surpriza e parë e pakëndshme, është dashur që për 3 orë tifozët e Tiranës të kthehen mbrapsht dhe të qëndrojnë në një lokal në kufi me Serbinë, madje është zona e Malit Zi dhe Serbisë që është e banuar kryesisht nga serb, për më shumë se 3 orë për shkak të bllokimit të rrugës nacionale, pasi në një tunel sapo kaloi kufirin me Serbinë kishte punime dhe ishte bllokuar lëvizja e mjeteve në 2 krahët. Gjatë kohës që kanë qëndruar në këtë lokal, tifozët e Tiranës nuk kanë harruar atë qëllimin për të cilin ishin nisur dhe po ashtu nuk kanë harruar të rikujtojnë, edhe pse në një territor serb, se kush janë në të vërtetë dhe çfarë paraqësojnë. Gjatë kësaj kohe ata kanë bërë thirrje, të cilat janë bërë tashmë një refren i zakonshëm në stadiumet shqiptare, por pavarësisht këtij momenti ata nuk harruan, edhe pse ndodheshin larg nga kryeqyteti i Shqipërisë nga Tirana, pikërisht rivalët e tyre historik, skuadrën e Partizanit dhe simpatizantët e Partizanit. Edhe në Gostunin e larg tifozët e Tiranës nuk i harruan rivalët e tyre historik, të cilët tashmë luajnë në kategorinë e dytë dhe nuk dihet si do të jetë fati i tyre, pra skuadrën e Partizanit të Tiranës. Kjo gjatë kohës që kanë qëndruar në këtë lokal kanë tërhequr vëmendjen e të gjithë kalimtarëve, kryesisht ishin të kombësisë serbe dhe malazeze, po ashtu dhe të personelit të lokalit, por ata pra si moment janë përpjekur që dhe kanë mirë kuptuar situatën. Pra midis grupit të tifozëve, siç e përmenda pak më parë, ka patur dhe në mosha të mëdha, të cilët madje edhe për shkak të vështirësive që kishin financiare kanë marrë ushqime me vete apo po ashtu dhe lëngje të ndryshme në mënyrë që të minimizonin sa më shumë ishte mundur shpenzimet e udhëtimit. Një detaj interesant është për shkak të vonesës që ndodhi në kufirin midis Malit Zi dhe Serbisë, njëri nga përfaqësuesit e agjencisë turistike që organizonte udhëtimin, për të përfituar sa më shumë kohë, u detyrua të jepte një rishfet të vogël, pra ishte një shishe konjak
Konjak Skënderbe, punonjësve të doganës serbe në mënyrë që ata të mos kërkonin dokumentat e udhëtarëve në 2 autobusat që ishin nisur nga Tirana dhe po ashtu të mos na vononin gjatë procedurës së kontrollit. Mëtej udhëtimi ka vazhduar për gjatë gjithë orëve të natës në territorin e Republikës Serbe. Kjo përveç lodhjes që kishte për fansat e Tiranës, për shkak se udhëtimi ka zgjatur gjatë gjithë natës, ka patur edhe një të mirë tjetër sepse autobusat me target e Tiranës dhe me flamujt e klubit të futbollit Tirana nuk ka rënë në sy të tifozëve serb apo fanatikëve të skuadrave ndryshme të futbollit në Serbi. Në orët e parë të mëngjesit u bë dhe kalimi në doganën hungareze, pikërisht në Horgosh, ku autobusat lanë pas territorin e Serbisë dhe hynë në territorin e Hungarisë. Pra ishte dogana që mundsonte hyrjen në zonën Schengen, në zonën e Bashkimit Evropian. Udhëtimi vazhdoi normalisht në drejtim të kryeqytetit të Hungarisë, Budapest. Gjatë gjithë kohës, tifozët e Tiranës kanë përsëritur në kor ovacionet që do të i përdorin dhe gjatë zhvillimit të ndeshjes në Trnava. Por me kalimin e kohës u vu re që do të kishte probleme me motin dhe ndryshe nga klima që kishin lënë pas në Tiranë, një temperaturë shumë e nxehtë, karakteristike për mesin e korrikut, në sa më shumë i afroheshin Slovakisë, aq më të vështira bëshin kushtet e motit dhe aq më i ftohtë ishte ambienti. Pasi ka qëndruar disa orë në Budapest për të shijuar bukuritë e atij që quhet Diamanti i Danupit, grupi i tifozëve të Tiranës ka udhëtuar në drejtim të Bratislavës, kryeqytetit të Slovakisë dhe ku sigurisht do të bënte edhe një pushim tjetër dhe mëtej në drejtim të Trnavës ku do të zhvillohej ndeshja. Në momentin që 2 autobusat e nisur nga Tirana me fansat e skuadrës kryeqytetare kanë mbritur në kryeqytetin e Slovakisë Bratislav, rënë në kontakt dhe me media vendase, e cila i kishte kushtuar një hapësirë të veçantë takimit që zhvilloi midis Spartak Trnavës dhe Tiranës. Kjo nisur dhe nga rezultati i parë që kishte përfunduar me shifra të barabarta 0-0. Në Bratislav u mësua që media vendase kishte njoftuar opinionin në qytetin e Trnavës që midis mysafirëve që do të vinin nga Shqipëria ishte edhe grupi i tifozave fanatikës të Tiranës, të cilët do të ishin të pranishëm në këtë ndeshje dhe do të përcjellin zhvillimin e takimit. Gjatë javës që parapriu ndeshjen e parë që u zhvilloi në kryeqytetin shqiptar Tiranë dhe ndeshjen e kthimit që do të zhvillohej në Trnava, grupet e tifozëve të dyja skuadrave kanë shkëmbyer me njëri tjetrin mesazhe ironie, mesazhe her pas here, të cilat kanë përfunduar edhe në sharje me tifozët e Spartak Trnavës. Pra të dyja tifozërit në internet kanë shkëmbyer njëkohësisht me njëra tjetrën akuza apo dhe ofeza, duke në këto momente shikojmë tifozë të grupit fanatikës duke shijuar bukuritë e qendrës turistike të kryeqytetit slovak Bratislava. Pas një udhëtimi të gjatë që kishte zgjatur për gati 40 orë, u shfaqën lagjet periferike të qytetit të Trnavës në
Slovaki. Qyteti Trnava ndodhej afro 1 orë larg nga kryeqyteti Bratislav. Objekti i parë që binte në sy ishin pikërisht projektorët e dritave të stadiumit të qytetit dhe po ashtu ankthishtoi sa më shumë autobusat i afroshin në stadiumit. Faktikisht pritej që të kishte një prezencë të policisë gjatë gjithë lëvizjes së grupit të tifozëve të ardhur nga Shqipëria, por në momentin që autobusat u afrohen stadiumit, u pa menjëherë që policia vendase kishte marrë masa të rrepta sigurie për t'i paraprindur incidenti mes dy tifozërive për shkak edhe të paralajmërimeve që ishin bërë me njëra tjetrën. Çuditërisht përveç trupave të policisë në hyrje të stadiumit për të pritur dhe për të siguruar lëvizjen e tifozëve shqiptar, ishin thirrur dhe forca speciale të pajisura me helmeta dhe me armatime apostafat për të parandaluar një incident mes grupe personash në numër të madh. Përveç forcave speciale të policisë slovake, në hyrje stadiumit, madje përballë tribunës ku do të vendoseshin tifozët shqiptar, ishin dhe dy lokale ku ishin vendosur tifozë fanatikë apo tifozët ultras të skuadrës Spartakut, të cilët po ashtu prisnin ardhjen e tifozëve nga Tirana, të përgatitur për të patur me ta një betejë e cila sigurisht do të ishte krejt ndryshe nga betejë që do të zhvillohej në fushën e lojës. Binte në sy edhe një grup tifozësh serb, të cilët kishin ardhur apostafat për ta shfrytzuar këtë ndeshje në mënyrë që të shprehin ndjenjat e tyre anti-shqiptare dhe sidomos kundër pavarësisë së Kosovës, gjë të cilën ne do ta shohim më vonë gjatë transmetimit të pamjeve. Në këto momente duken tifozët serb, të cilët janë grumulluar në një lokal përballë tribunës së stadiumit, por nuk mund të kryejnë asnjë veprim pasi numri i forcave speciale të policisë slovake ka qenë i madh dhe ka penguar çdo veprim të tyre drejt tifozëve shqiptar. Koha ka qenë tepër e ftohtë, binte shi vazhdimisht dhe frynte një erë shumë e fortë. Dukej sikur ndeshja zhvillohej në janar, pavarësisht se ishte një pasdite korriku.